Ja ti kemi rikthyer pas publicitetit për të vijuar natyrisht me të ftuarin e radhës, është një djalë prej Tropoje. Një djalë prej Tropoje që sfidoi paragjykimet, ndoqi talentin, edhe intuitën e prindërve do të thosha, të cilët e kanë mbështetur gjithmonë. Një djalë që me shumë sakrifica, me shumë punë, me shumë mund ka arritur që brenda pak vitesh, edhe pse është mjaft i ri në moshë, të prek skena të rëndësishme dhe sot është pjesë e një trupe prestigjioze kërcimi në New York. Siç thash, për të arritur deri këtu janë dashur punë, vullnet, po mbi të gjitha shumë pasion për dashurinë më të madhe të tij. Të paktën deri në këto momente, baletin. Mirëprisni Klevis Tafaj. Mirë se vjen, krejsi shumë. Faleminderit. Shikot, ja them pak publikut. Ama është bukurosh Klevisi, pra ndaj ku duar tropisti kaq shumë. Shumë faleminderit. Shizat mira që i kemi zonjat e publikut. Faleminderit shumë e vlerësoj. Klevisi ka ardhur posaçërisht për emisionin, për Se luan topi, dhe jo vetëm, por natyrisht edhe për çështje familjare. Po na bëhet shefi të themi që erdhi për Se luan topi nga New Yorku. Po ti mor burri dheut. Po edhe tropojanë dhe balerin, tani unë se kuptoj këtë punë. Tani ç'a të bëjmë ne? Një sekondë se mos merret për ters. Ja. Kjo është një batutë në fakt që ja thon shpesh njerëzit Klevisit, është vërtet? Shumë e vërtetë. Vazhdojnë të ta thonë. Ma thon sepse nuk dukem, edhe kur më shikojnë social media, nuk e din që domethënë edhe edhe nga Tropoja. Po mbase ka dhe një lloj paragjykimi që tropojan, balerin, kaq pak balerin ka prodhuar Tropoja me sa duket. Deri tani jam i vetmi tropojan që bëj balet, kështu që fantastike, dhe vetmin e morën në program. Faleminderit shumë. Klevis Ratoll, ne do shohim së pari klipin. Klevis Tafaj, balerini shqiptar që jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme në zemër të New Yorkut. Djaloshi nga Tropoja ka bërë ëndrrën e tij realitet, duke u renditur sot mes emrave më të njohur dhe më të suksesshëm të baletit ndërkombëtar. Klevisi vjen sot në Se luan topi për të rrëfyer jo vetëm sfidat e karrierës së tij, por jetën larg Shqipërisë dhe rrugëtimin që e çojnë nga Tropoja në skenat botërore. Doja të provoja skenat botërore, sa aty tregohet vetja, aty tregohet domethënë sa ti vlen. Në emocional. Prit, s'kemi filluar akoma. Po përgatitem. Tani, e tham që ke lindur në Tropoj dhe me sa di je djali i parë, fëmia i parë, por edhe nipi i parë. Gëzimi i madh në familjen tënde kur ke ardhur ti në jetë, besoj. Shumë e vërtetë. Po ti e ke ndjer kështu, je ndjer i përkëdhelur paksa, a? Gjithmonë, jam ndjer sidomos nga gjyshi. Edhe pse se kam mos se një gjë që më ka ngel pishman, se s'dua çaj, po me gjyshin. Me gjyshin? Gjyshin. Nga ana mamit, se nga ana babit nuk i kam njohur. Edhe të kanë rritur ata. Po më kanë rritur, po mbaj mend që më thoshte gjyshe gjithmonë, kur linda unë, kanë qenë ato poligone, thoshin, që i thonë ato pallatet e Kostën Verit, edhe gjyshi ka ardhur duke kërcyer. Më ka linë çuni, domethënë sepse nuk ka pasur çun, ka pasur vetëm 3 goca. Edhe një gjë domethënë ka ngel pishmane se gjyshi nuk ka arritur të më shikoj, domethënë që kam arritur deri këtu, kështu që s'të pa dot në skenë. E ke si peng. Nuk e shikoj s'po m'dalin as fjalët sepse me gjyshin kam qenë shumë i lidh, edhe më mungon jashtëzakonisht shumë, edhe i thosha dhe mamas, i thosha, besoj që e kam bërë gjyshin krenar, se më thoshte gjithmonë, edhe para se gjyshi vdiste, më thoshte gjithmonë, s'do harrosh gjyshin, do më sjellësh lulet e varri, edhe më ka ngel gjithmonë peng, sa herë shkoj te varri gjyshës, unë përmallohem. Si quhej gjyshi? Ali. Ali. E kam dashur jashtëzakonisht shumë, edhe unë të thëmë edhe një gjë, i thëmë edhe njerëzve, sidomos stryve, duajeni gjyshin sa i kemi, se pastaj, ku nuk i kemi, na bje pishman ajo. Është fat të rritesh me gjyshër, është fat i madh. Na kanë treguar që ke qenë fëmijë energjik, i shkathët, por mbi të gjitha kishte një detaj për ty, që ti ecje maj gishtave, dhe kjo ishte ajo çka, me sa duket, mami vuri re, edhe tha prit një sekond, se ky djalë ka një talent. E vërtet, kam qenë shumë fëmijë, të më thoni, i shkathët, edhe më pëlqeja, ishte koha që më pëlqeja shumë të luaja edhe futboll. Ishte edhe ajo kohë, të më thonë, më kupton. Kështu që prindërit e mi, sidomos nga ana edhe babai, i lindi ideja që të fusin në shkollë baletit.
pa e ditur që ishte shkolla baletit, pa e ditur që po më çonin në shkollë baletit, sigurisht bashkë me maman, që u ranë dakord. Ju transferuat në Tiranë familjarisht. Po, ne jemi transferuat në 98-ën, mos gaboj, unë kam qenë atëherë një vjeçë e gjys, një vjeçë e 8 muaj, nuk e di mirë. Babai një ditë bukur verë, bashkë me maman, po babai më mori me makinë dhe më solli te rruga Elbasanit që është shkolla baletit. Okej. Po ku shkuam në rrugë Elbasanit, atëherë ka qenë viti 2004-2005, tani më kujtua mirë, po u intentor të shkolla, kështu që nuk ishte asnjë emër aty. Kështu që futëm brenda, takoj një profesor aty që s'm kujtohet mirë, edhe i thot babas ose ja kalove, ky është çuni. Është korridori në katë parë, janë sallet e baletit. Aty në atë momente hap sallën ai dhe më shikoj. 4 goca, njëra po bën të sparkate, një 2 çuna me shkuarta si veshën këto balerinët në mosh. Edhe unë e pash babani, thash, çfarë të bëjmë këto, thash, mendova se ishte cirk. Me mendimi i parë, thash, ja thot do bësh këtë, ç'është kjo balet? E marrë këtë, thash, kush bëj balet? Unë thash, jo, thash, ç'do mendojnë shokët? Thash, unë gjithë shokët i kisha nga Dhëriu. Domethënë nga fusha e Blert tek të betohem, jo, këte janë ndej. Edhe më tha babi, tha, shiko, tha, provoje, këte janë ndej. Në atë periudhë kishe dalë Xboxi, këto PlayStation-et. Po, edhe ti i kërkove. Edhe i thashën, qoftë se unë i thashën, do fitoj konkursin që u bonte në shtator, do ma premtosh që do ma blesh, babaj tha ta premtoj. Unë edhe sot i thëmë babaj, çat shtyri. Dhe çfarë thot? Dhe çfarë si të përgjigjet? Babaj më ka thënë një histori që brapa 90-s kur ai erdhi në Tiranë, ka qenë opera baletit dhe kam bërë një shfaqje, tha, po bën një shfaqje jashtë, tha, dhe ishin vesh gjitha me një fustane të bardha, nuk e di, tha, dhe ku po kaloja këtu, tha, ku po kaloja te sheshi, unë i pash, tha. Edhe tha, mallëngjeva, tha, sa bukur ishte. Ka krijuar emocion të veçantë. Po tha, nuk e kisha parë asnjëherë, se duke ardhur nga Tropoja, atë kemi vetëm vallet tradicionale, pa pasur balet, domethënë balet klasik, edhe aty tha, më lindi, tha, dëshira. Me lindi tha dëshira që një ditë po të kem fëmijën tim, dua ta dëgoj. Dhe ja, edhe tropojan edhe balerin. I besoj, ndërkohë i kishe mësuar disa valle në shtëpi, si i vogël. Normal, ku ishim se shkonin në pedasma dhe kështu mundoja, kam qenë gjithmonë, si thua një fëmijë energjik, më pëlqente të përceja, më pëlqente të si thua televizja, domethënë isha gjithmonë energjik si fëmijë. Kur ti ishe adoleshent, 12-13 mos gabohem, përballesh me një moment shumë të vështirë. Baba i largohet nga shtëpia, sepse e burgosin. Një problem në punë, unë nuk dua t'i hyj detajeve më shumë, do doja të dija për jetimin tënd. Se duke qenë edhe adoleshent, besoj ke qenë periudhën më të vështirë të tënden. Janë gjëra që ndodhin, nuk pavarësisht kuptoj si ndodhi situata. Prindrit e mi, si babai, si mamaja, janë munduar gjithmonë që të mos na mungoj asnjë gjë. Ndodhi ai që ndodhi, unë të them të vërtetë ka qenë një ndër periudhat më të errta të jetës time, sepse nuk po shkoj edhe mirë në shkollë. Kam kapi, si thua, një lloj depresioni dhe unë jam një person, kam qenë, se tani nuk jam më në kuptimin që kam qenë një person që i maja gjërat vetë. Pra nuk hapeshe, nuk flisje me mamin? Nuk flisja sepse mamaja kishte punë, kishte hallet e veta, kishte edhe një vëlla të vogël, në kupton, edhe mamaja ishte edhe në shkollë, edhe në punë. Po ti e kuptoje çfarë po ndodhte? Po, kumtoja. Unë të them të vërtetën, nganjëherë bilës më thonë që jam rritur para kohe, nuk e kam kaluar një adoleshencë, ndoshta siç e kanë kaluar shumica, se u bë situata e tillë. Unë e kam përjetuar jashtëzakonisht keq edhe në shkollë, sepse fillova të lija mrapa shkollën, lija mrapa edhe baletin, edhe unë nuk e kam thënë asnjëherë sepse i bi pizhman për ato që unë doja të bëja. Ka qenë një periudhë që unë ndodh një problem në shkollë, edhe thirrën mamin, se mami nuk vinte datë. Po thirrën mamin edhe ma bën shumë problem. Ishte një shaka ndërmes çunave, si bonim ne si rini. Edhe me atë moment pak presion kisha, e në atë moment kur shkova te shtëpia, më kujtohet që unë gjita në kat të 6. Edhe doja të hidhesha nga kati 6. Edhe me një moment të betohem, me një moment vetëm po mendoja, domethënë, se si pak problemi kishte edhe mamaja, pak problemi kishim edhe po mendoja të nxjerr edhe unë problem.
Edhe më ndaloj si tuar Zoti më ndaloj pa u hedhur. Se isha me të vërtetë isha me një person jashtëzakonisht psikologjik shumë. Po çfarë vuaje? Vuaje turpin, fjalët e njerëzve? Jo, nuk e vuaja turpin se unë nuk babaja nuk ka rapur turp, pas ka pra njeri, as ka prej, po vuaja mungesën. Mungesën e ti. Normal, kam qenë i lidhur, jam i lidhur në kuptoj se është baba, po vuaja mungesën. Edhe duke pasur parasysh duke pasur edhe maman timi që vuante, sepse normal, po të mungoj shtylla e shtëpisë është zakonisht e vështirë. Edhe daj herë u detyrohesh të bëhesh ndoshta burr pa ditur që po bëhesh, edhe i merresh atë përgjegjësi pa ditur që je thjesht një fëmijë. Dhe në fakt ishe thjesht një fëmijë. Edhe aty u rrita, edhe aty mendova, thash unë, se ku më ndaloj Zoti, ta them të vërtet, nuk e di se çfarë më ndaloj, se nuk e di se s'ta shpjegoj dot. Edhe mendove për mamin, se të betohem, në atë moment e thash unë pak probleme ka, pastaj edhe unë, edhe nuk më ndaloj Zotit, ta them të vërtet, më ndaloj, edhe them gjithmonë, se të them Zot falem, më fal Zot, vetëm për mendimin që doja ta bëj ata. A kupto, unë nuk e kam thonë asnjëherë këtë histori, sepse nuk më kupto, po janë gjëra që ndoshta i përjetojmë, edhe sot mosha ime që ka qenë atëherë i përjeton këto, po duhet ju them që jeta vazhdon, nuk është sot për nesër, se unë shikoj, pash në lajme që një gocë u vetë flijua, kjo të dhëm shpirti për vetë faktin sepse një jetë të re në lulit të rinis. Për çfarë? Për çfarë një bëj pyetje? Jeta vazhdon. Kjo është ajo, edhe thëm Zot falem, thëm, për çdo gjë, se unë i kam rapishmon shumë, por ndoshta kam qenë ndoshta edhe në... Ka qenë një moment i vështirë. Edhe nga aty pastaj kam logjikuar, jam ul me veten. Ja ke treguar prindërve këtë? Ja kam treguar, mama e di. Mamaja ka qenë mamaja dhe gjysha, që mamaja më luste, të lutem. Ka qenë shumë moment i vështirë, domethënë kjo po të them që ka qenë një ndër momentet më të vështira po të them të jetës time, pavarësisht vuajtjeve se ja bëj hallall vuajtjeve që kam kaluar, po ajo ka qenë domethënë një reflektim për veten time. Aty pastaj kam reflektuar, kam thënë që prindit e mi kanë halle, kanë probleme, s'do që unë të jem një problem. Ka qenë edhe periudhë që donin të ishin nga shkolla baletit. Donin të përjashtonin. Donin përjashtonin, jo sepse profesorit ishin të këqija, po donin s'donin. Unë e kisha, domethënë, se ai kisha lënë unë mbrapa dore. Unë du të përshëndes shumë edhe profesor Luan Shtinën, se ka qenë edhe është një baba. Për ty? Po, sepse ai vendosi, tha, pavarësisht unë i përshëndes të gjithë edhe drejtoreshën e shkollës, Zyshbelen, të gjithë pedagogët, se nuk e dinin, profesori e dinte pak a shumë hallin që kisha. Edhe profesori morë maman, një ditë bukur, tha shiko Majlinde, tha, çuni, tha, po shkon poshtë më poshtë. Unë do jap një mundësi të fundit, tha. Edhe ta marr në shkollë, tha. Edhe më mbahet mend atë ditë që tha, më tha futu këtu se ka pas atë karrikën, tha futu këtu xhan, tha. Edhe më bëri një muhabet që tha, unë e di hallin që i ke, tha xhan, tha. Tha ti, tha, kemi një moshë, tha, o duhet, tha, që të zgjohesh, tha, edhe t'japësh forca që ta kalosh këtë, tha, o tha ja ku e ke derën, tha. I thash profesori, thash, ta premtoj, thash unë, po ma dhe këtë mundësi, thash unë ta premtoj që nuk do të lënë në balë. Dhe që nga i moment të betohem, që nga i moment, e deri që kam marrë shkollën e baletit, unë gjithmonë, vetëm kam punuar, deri sa një ditë bukur, profesori ju qua, ka qenë viti fundit i maturës, e tha, ta faj, se më thoshte ta faj, xhan, tha bravo të qofta. Edhe kështu më erdhi motivimi, merr dëshira, edhe u bë pasion. Të them të vërtetën, një dëshirë, një pasion që të vazhdoja përpara. Ti e përmendë mamin edhe në atë periudhë të vështirë, ajo përveç asaj çka po ndodhte, duhet kujdesej për ty, për vllajën. Po sot kur të shet ty duke kërcyer, kur të shet ty duke patur sukses, kam përshtypjen i ka harruar gjitha çfarë ka ndodhur, edhe e imagjinon dot se sa krenare është. Besoj vjen të ndjek nëpër shfaqje të ndryshme. Patjetër. Hera parë që ka ardhur mamaja në Amerikë, ku kam pas shfaqje ka filluar qaj. Unë
gjithë sakrificët që prindrit e mi kam bërë, besoj që ja kam shpërblyer edhe mamas, edhe babait dhe mamas, sepse pavarësisht situatave, unë maman e kam heroin. Ti the besoj është shumë krenare, unë them që ta heqim atë besoj dhe të t'jap një konfirmim nga ana e saj. Si thua? Po, patjetër. Të ta lexoj letrën që të ka shkruar. Është një letër e shkurtër e përmbledhur, po besoj thot të gjitha. I dashur biri im, sot zemra ime është plot krenari edhe me gëzim për ty. Të shoh në një shfaqje kaq prestigjioze është një ëndër e bërë realitet, dhe kjo është rezultat vetëm i punës tënde të palodhur, përkushtimit edhe disiplinës që ke treguar çdo ditë. Ti në fakt ke treguar se kur njeriu punon me zemër edhe nuk dorëzohet, mund të arrijë çdo gjë. Kemi punuar shumë së bashku për të arritur qëllimet tona, për të bërë njerëz suksesshëm dhe të respektuar, dhe sot je dëshmi e gjallë e këtij përkushtimi. Si nën dua ta dish që jam jashtëzakonisht krenare për ty. Krenaria ime nuk ka kufi dhe do të jem gjithmonë pranë teje, duke të mbështetur në çdo hap të jetës tënde. Të dua shumë edhe gjithmonë do të jem krenare për ty, biri. Emocionova. Besoj e more konfirmimin e saj. Thash, maman e kam heroin. Mamaja, besoj që mamat janë heroina. Se unë thë mamaja ime, po çdo mama është heroin, sepse ndoshta ne nuk e kuptojmë. Se ku bëhesh prind vet, e kupton më mirë se çfarë vlerë, domethënë çfarë sakrifice prindërit bëjnë. Kështu që për mua, i thëm edhe mamas, që e dua shumë, jam krenare për atë që ajo ka arritur edhe atje, që ka arritur këtu, po ka arritur edhe atje. Edhe unë do mundohem gjithmonë që të bëj krenare. Kam qenë klasë parë. Mamaja ka qenë gjithmonë prezente, që thuash në fermierin time, në ditët më të vështira, që thuash. Edhe të kam mbështetur gjithmonë. Patjetër, gjithmonë më ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë, dhe kështu që po më kujtove diçka shumë avëngjyese këtë foto. Ti vetëm pak pasi përfundove studimet, pasi përfundove shkollën e baletit, nise punë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Por ke qëndruar shumë pak aty, sepse mos gabohem, në vitin 2014, vim tek ai viti që të ka ndryshuar jetën, fiton medaljen e artë nga Premio Danza Europa, apo jo. Një nga çmimet më prestigjioze me sa di në këtë fushë. Më pas edhe çmimin e kritikës europiane për baletin klasik, fal të cilit përfitove dhe një bursë fillimisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo jo. Aty ku unë sot jetoj. Dhe më kujtohet ke thënë në një intervistë disa vite më parë, fatkeqësisht, po të citoj siç e ke thënë. Fatkeqësisht më duhet të them se Shqipëria nuk u jep shumë dorë artistëve të rinj. E gjithë klasa ime ka emigruar, janë shpërndarë në për Europë apo edhe më gjërë për të punuar. Ku i ke ndjerë këtë, domethënë, ose çfarë ke ndjerë konkretisht kur thua Shqipëria nuk i jep dorë artistëve të rinj? Shka, ka qenë mbrapa mbarimit të shkollës, unë kam qenë pjesë e teatrit, po kam qenë pa kontratë. Bëja shfaqje, paguesha për shfaqjen nga shteti, por nuk kisha një kontratë konkrete. Gjëja më e keqe, domethënë, që kanë është, s'po them teatrin, por në përgjithësi teatrat, institucionet, është që duhet shkosh deri në 65 vjeç që dalësh në pension. Duke unë e kuptoj shumë mirë dhe brezin e vjetër, kuptimin që kanë kontribuar për teatrin, por nuk i jep mundësi brezave të ri. Si do punësohemi ne, ku kemi vetëm një teatr këtu. Edhe ka jo periudha, ka qenë shumë e vështirë, sepse duke unë nuk isha punë. Isha pa punë, isha i ri, o të bëja që thua shtyja bëja kamajerin, o të futesha domethënë të akademia, sepse nuk doja që të futesh, sepse puna balerini duhet ta fillosh direkt, nuk duhet presësh 5-6 vite, sepse ka një përjull. Kështu që ishte mosha 18-19, maron shkollën, duhet punosh. Prandaj e kam thënë edhe këtë frazën, sepse nuk i jepet mundësia brezit të ri. Edhe unë atë e përjetova shumë keq, sepse unë bëra një vit, nuk isha asnjë rrogë. Edhe unë nuk i thoja do të prindërve, më jep 2000 lekë, më jep 5000 lekë,
Edhe Ndihesh e keq. Ndihesh e keq, por nuk doja ta lija, o të vazhdoja një punë tjetër, po të vazhdoja një punë tjetër nuk shkoja do në teatr. Kështu që unë vendosa domethënë të sakrifikoja edhe veten time pa pasur ndoshta edhe lek xhep shumë herë, që shkoja mjes për mjes në teatr vetëm për vetëm që mos ta lija profesionin. Dhe të t'i jepej një mundësi. Po. Ama me sa duket kjo mundësia pas ka qenë për te oqeanit, andej në New York. Kjo edhe për punën e Danca Europës, të thënë të vërtetën i ka me maman. Ka qenë një ultim që do ta mbaj mend shumë gjatë dhe mbaj mend shumë gjatë, sepse kur arritëm në San Marino, shkua me autobus, nuk shkua mas me avion, si kishim mundësit. Kjo është e vërteta. Biles kemi shkuar borxh. Keni marrë lek borxh. Kemi marrë lek borxh. Nuk është turp ta themi sepse ka njerëzit. Turp është të vjedhësh. Po, ma e më ishte 3 net konkurimi, edhe sa erdhëm, natën e parë e bëra, dhe me thonë ditën e parë. Kishim ditën e dytë, po na u don të gjenë një hotel. Edhe më kujtohet të betohen që nuk ishte asnjë hotel, kishim vetëm 300 euro që kishim. Edhe s'kisha asnjë hotel bi 350 për 3 net. Me i farë momenti u stresu mamaja se nuk po gjënin. Me i farë momenti ka qenë një lulisht aty afër, thash mama, thash, nuk është problem, thash jemi që jemi këtu, thash unë flejmë të lulishtja. Aty ma e mend që mama si më pështollë më sytë me lot, thash si të thënë lulisht, thash, si kemi mundësit, kjo është, thash, je kemi ardhi këtu, thash. Edhe më i moment ku ta ço Zoti që je i drejtë, më kupton, futet ka qenë një lokal aty. Edhe i lutem, a më gjeni në një hotel në i gjë, tha se s'kam vetëm kaq. Ishte një çift të ri, tha, po tha kemi, tha është një këtu poshtë na tregoj. Do ti që e gjetëm për 3 net 300 euro. Aj sa kishit. Aj sa kishim, s'kishim lek për të hangër bukë. Të betohen. Kështu që konkursin e natës dytë, unë e kam bërë gjithë ditën pa ngrënë fare. Vetëm pija ujë. Mamaja pa ngrënë. Kë jam qumë gjesë se s'kishim, nuk hoteli ishte vetëm për të fjetë. Jam qumë gjesë, i thash mama, i thash nuk është problem, i thash, më merë të uria vetëm pija ujë. Mamaja ku kam dalë jashtë, që më tha mamaja, një shoqja vetë se bëjë një italiane shoqja, tha, po më shifte se po qaja, tha, se si kishim, tha, po shifte që qaja, tha, qfar ke, tha, në tin të dhe zërë t'i thoja. E tha, kështu e kam qunin, tha, pa ngrën, tha. Edhe tha, po jo, tha, si e ke lon qunin, dhe tha 50 euro. Edhe 50 euro, tha, mëse le qunin pa ngrën. Sa sakrifica, Klevis. E ku kam dal nga provat, që isha i dërmuar, vetëm mu i kisha mbark, të thëmë të vërtetë, nësi bi për shmana si gjëja. Se, prandaj çdo arritje, çdo sukses, sa do i vogël, sepse unë gjithmonë kujtohem nga kam ardhur. Edhe sakrificat që ke bërë. Edhe prandaj them, ato momente ka qenë shumë momente vështirë se kam parë dhe mama në një pozicion shumë të vështirë. Të më shifte të përlotë, tha, pësi mama, tha, ke kërcyur gjithë ditën, tha, ke pas prova, ke pas ke kërcyur, ke bërë. Po, gjitha ajo sakrificë, unë se kam një video se më ka humbur e video ku kam fituar atë çmimin e parë. Të betohem kanë qenë 500 konkurrent mbi 1000 spektator. Ku më shpërmend emri që kisha fituar në kategorinë time, që kisha fituar çmimin e parë. Unë 3 herë më kanë thirrë emrin se ti nuk e besoje. Nuk me besoj. Thosha, mamaja misi si ratifikt mamas. Gjithë publiku, domethënë gjithë ka qenë një emocion, një emocion jashtëzakonshëm kur kam marrë atë letrën aty. Edhe kam parë që ke fituar një bursë shkosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka qenë, nuk e di, një si dhurat nga qielli. Kam qarë. Edhe ku flas më emocionohem se ka qenë, domethënë, nga sakrifica në si thua, në fitore, si si ta shpjegoj, në një sukses të jashtëzakonshëm. Sepse kishin konkurrencë nga gjithë Europa, edhe të fitosh edhe çmimin e parë. Është e jashtëzakonshme. Është vërtet e jashtëzakonshme.
Dhe mbi të gjitha se ti e përmende shpesh pak më përpara që kam shumë dëshirë t'i bëj prindrit krenar, ata që më kanë mbështetur. Mbi të gjitha duhet ndihesh vetë krenar për veten tënde, për atë çka ke arritur ti. Sot unë e përmenda kur të prezantova për publikun, sot je pjesë e një trupe shumë prestigjioze kërcimi, Icon Ballet Theater, pra që është trupa e baletit në Icon në New York. Dhe me sa di, aty prej, nuk e di prej sa kohësh, ke një partnere skenike që quhet Kylie Brown, apo jo? Pa. Kylie i ke mësuar edhe vallet tona, e kam parë pak sa... Ja dhe shojmë pak të video në është Kylie, mos gabomi dhe është dhe mami jot këtu, apo jo? Cilën valle i mësove të parën, vallën e Tropojës, besoj. Ja, këtu ishte si punë pogonishte, se... Jo, nuk them tek videoja për kasë, vallën e parë që i ke mësuar Kylie. Si punë pogonishte i kam mësuar, i kem vetëm të majnë, po. Edhe aty në kompani unë, da i herë fus muzikin, i thëmë hajde një gjithë, i thëmë se i kam gjithë nga Japonia, nga Korea, nga Italia. Kylie është amerikane, apo jo? Okej. Kylie është amerikane, unë me Kylie u bom vite, dhe me thënë e kam pas partnere, në gjitha edinimente që unë kam zhvilluar, dhe me thonë, të komunitetit shqiptar edhe këto, këto edhe kjo Valle e Tropojës u mundon të që Valle e Tropojës, po në gjithë aktivitetet që unë kam pasur, dhe me thonë, aktivitetet shqiptare, që unë marrë pjesë në çdo aktivitet, e këto unë jap kontributin, ja zakonisht e bëj për veten time, për të ruajtur traditat edhe vlerat, jam pjesë edhe biles e një shoqate në Shtetet e Bashkuara, shoqata shqiptare Skënderbej, që bëjmë aktivitete dhe evente çdo vit. Për komunitetin shqiptar. Edhe unë jap kontributin që i mësoj brezit të ri. Jo mësoj vallen edhe traditën, po... Kylie e ke sjellë ndonjëherë në Shqipëri? Ja, se kam sjellë. Po pse mo? Gjithë ajo gocë. Aq më tepër që kam mësuar dhe vallet tona, për shembull, do ju pëlqente juve ta shihni Kylin, një amerikane që kërcen vallet tona. Do ju pëlqente? Po ju a bëj qefin unë, a bëri Klevi si ashtë jeni. Përshëndetje Kleves, I love dancing with you and thank you for sharing your Albanian culture with me. Bravo Kylie! Se pas ka arruar. Që emocion. Të gjithë i thonin shqiptar, i flisnin shqip, se unë e merja gjithmonë, në kupton, edhe bëni më shumë si thua nga anin klasike, edhe mendonin gjithë që është shqiptare. Po folëm për punën, se folëm për partneren tënde në skenë. Në rregull, më fal. Po një partnere në jetë, a ka një partnere në jetë Klevisi apo? Sekret ajo. Sekret? Pa. Apo ke halë se e merr vesh mami? Ja, më se kam problem për mami. Të ngacmoni çik mami që ha? Ja, nuk më ngacmojnë. Mendon, do doje që të, pra, partnerja jote e jetës flas, të ishte gjithashtu një balerin? Ja. Jo. Pse, sa i vendosur, jo, direkt? No. Pse? Shiko, janë sa gjëra që të lënë edhe mbrapa, dhe për punën ku ke edhe karrierën. Kështu që balerinët janë pak të fiksuara, jo me familjen, jo për me kalamajt, jo me tjera. Unë ku du të martohem, thënë vërtetën, a kupto, du të kem kalamajt. Që nëse të kuptova drejt, ke i druesh faktit që nëse ajo është balerin, do jetë më e fokusuar te karriera se sa tek familja. Përgjithësia ashtu janë balerinat. Si të shikosh ti do thuash po dhe ti ashtu je i fokusuar te karriera. Apo ti thua njëri të fokusohet më shumë te karriera dhe tjetri tek familja. Po i thomi ne ku ta ke shkruajtur Zoti. Mirë, patjetër ku ta ke shkruajtur Zoti, patjetër. Jo, në kuptimin që normal, e kam edhe një mosh, pastaj si thuash me kismet, po sekret, kështu që nuk ku ti jem gati, e kupto. Dakor. Kur ti je gati do, mbase pse jo, kur të vish herës tjetër, të ftoj të vish bashkë me të. Patjetër. Shiko tani, ne në New York nuk vim do të ndjekim. Ti do na e bësh shefin me që je këtu në studio, ta mbyllim bukur me një valle tropojane natyrisht. Po tani edhe tropojane dhe balerin, një gjë duhet, një jelek. Një jelek, vetëm kaq. Ta sillun direkt. Po që pastaj. Një super duar trokitje për Klevis Tafaj, gjithë skena për ty.